Kjo është një nga anekdotat më të bukura që ke treguar. E kam thënë tamam si europianët e kam thënë këtë. Evropiane fare ishte, po në fakt ne kemi dy specialistë të cilët merren me sjelljet e shqiptarëve. Po. Me sjelljet evropiane të shqiptarëve. I ftoj me një në skena. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Sot tek sjelljet europiane kemi vendosur të shohim sjelljet e klientëve. Situata e parë, sjelljet e klientëve nëpër kompanitë celulare. E shohim tek europianët, ti e klienti unë shërbimi telefonik. Cliente europeo. Fillojmë. Pronto? Sì? C'ho un problema con il mio telefono. Sì, Non so, ma non funziona bene. Non ti preoccupa. Grazie. Vedo io sul sistema e ti dico io. Grazie, Presto. grazie. Sjellja e klientëve te kompanitë shqiptare. Filloj. Klienti, shërbimi. Alo, më qeja? Po, shërbimi klientit AMC, urdhëroni. Po, kam një problem me këtë telefonin. Nuk më punon, miku truni. Tani së punon numri apo truri? Po, së punon truni, jam 2 skretë, dhe, jam 2 skretë, së punon truni, hiç. Po mirë, kur së punon truri, qatë bëjun mërë zotëri? Ma telefonin edhe, si t'ja pëj me telefonin, se së më punon numri, së Po punon. qa ka? Po, nuk, del zi. O, zotëri, e keni ndezur telefonin? Se, du të më nezër? Po pra ndizur. Po, e kam nesë një 2-3 herë, Po? dile aty fus një pinin, Po? e kam futur 1, 2, 3, 4, nuk më hapet në vla. Ka edhe një lloj tjetër klienti, po tek telefonat. Kliente. Dakor. Tani do bëj kliente, po do bëj i intime. Shumë mirë, hajde. Do me morëm telefon bujari. Mirë, hajde. Burr në fates. Okej, hajde. Kam 2 kalamaj. Mirë, bëje, hajde. Goca par? Po vazhdo, pra. Alo? Abonenti që ju keni kërkuar, Aha. mund të ketë fikur telefonin. Ashtu e nona? Ju lutem, provoni përsëri. Mirë, non. Faleminderit. Mirë, non, pra mirë. Ha, qa ka? Dul fatja, tha ka fik telefonin bujari. Sjelljet e klientëve në një butik. E shohim tek europianët, klientja shitja e butikut. Fillojmë? Ciao. Quanto costa questo costume qua? Questa? Sì. 300 euro. Pasim Ah, ma scusa, ma è troppo costosa per me. E che ti faccio io, ciao. Sjelljet e klientëve në butik, urdhë. Boje femër, jo gay. Sjelljet e klientëve në Shqipëri në butik. Kliente shitja butikut. Fillojmë? Sa po ky fustani këtëri? 30.000 lek. Qa fune? 30.000 leke, e mora direkt. Jo, 30.000 lek të reja, 300.000. Sari? Po. Qa thumi? Po. Do ta mërë për 100.000 lek? Jo me një sekund, Për 100.000 po nuk lek? ta ull do të kaj. Por do japësh për 100.000 lek si të shkeme te? Po një sekund. Po nuk e ull do të kaj. 300.000 oj merë. Qa thuri, 100.000 lek me? Po jo me ua. Ik me fuston katonarës, që dunat e? Ka dhe një lloj sjellje tjetër të një klienti në një dyqan. Po, ta bëj klient polic? Bëje, dakor. Hajde, fillojmë. Si e shove? Mirë. Policia shtetit. Po. Desha me blej lëvëtriqe. Nuk e shes. Se nuk e shizke? Po nuk e shes mu. E dyqan lëvëtriqes, pët tjetër për lëvëtriqen, nuk e shet lëvëtriqen. Sa lek bërë? O, zotri, së dyqan lavatriqe më lavanteri më burë. Sjelljet e klientëve në e bëm në bups. Sjelljet e klientëve tek supermarketet. E shohim tek europianët, fillojmë shitsi klienti. Po. Quanto costa questo prodotto qua? Questo? Sì. 10 euro. Ah, costa 10 euro? Sì, prendi. Un chilo, sì, grazie, ciao. Grazie. Sjelljet e klientëve në supermarket në Shqipëri. Klientja shitsi. Fillojmë? Ky djathi është i mirë? Djatë shumë i mirë është. Qa thune? Është i mirë djathi, e? Shumë i mirë. Ta provoj pak? Po, pa tjetër.
Një sekund. I mirë që... Ta provoj që? Po, provo. Sa lek bëmi? 5.000 lek. 5.000 lek? Po. A ta provoj që? Provoj. A ta moj copë matë më? Po, pra, po. I Gjirokastrës është, ha? Gjirokastër, sa. A ta provoj që? Provoje, po. Se mos është i Lazaratit? Po, jo, më. Shumë i mirë. A ta provoj që? Provoje. Më falë, ha? Po. A ki qa buga ty? Sa po bën? Jo, se... Sa po bën? Mirë... Po mos ta shty sa drejt. Sa po bën? Po i qa buk Po nuk kam tani do marrë, sa po bën? A ta provoj që? Po... a vash më se stër provove, qa po bën? Me. Po hëngre gjys kile mizojnë, qa do marrë, qa do... Mbonja 10 kokra vezë. Po... Djath, sa do marrë është djath? E po se hajt djathë. Qa thume, si sa djathë, qa po thume?